është ma sistemike, do të me një diskurs populist, tipik retorik populiste, e cila zhvendos fajnë të tjetri, që në këtë rast e gjykata kushtetuese, në ndërkohë që është e qartë si pas kushtetutës sonë, cilën e mbron gjykata kushtetuese, që është gardiani i saj, demokracia jonë është kushtetuese, dhe është demokraci konsociacionale, përfaqësuese, ku pushteti ushtrohet dhe është e qartë që në fillim saj thuhet ushtrohet do të mbas kushtetutës. Ligjit atëherë kur është do të në që si thuhet në interesin e caktuar mund të ushtrohet edhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Konsociacionale është për shkak se është term doktrinar që nuk përcaktohet as në kushtetutë, nuk shkruan ky lloj demokracisë. Për shkak se gjitha krejt diversiteti kulturor, gjuhësor, etnik dhe tjetër duhet të reflektohet në jetën institucionale të vendit. Çdo kush që është kryeministër, sot, nesër, mas nesër, në kalumën e duhet me ditë që kur dëshiron me bënë një reformë, gjithmonë duhet me pas një vit parasysh për çdo politik që synon ta përkthejnë ligje edhe në kushtetutë eventuale, duhet ta ketë parasysh që demokracia nuk është demokraci popullore, ato kanë ekzistuar, demokraci popullore në ato vendet e llagerit socialist si quheshin, nuk është demokraci popullore dhe përpasoj janë mekanizma tjerë filtrues që e kontrollojnë pushtetin e shumicës. Do dalim pak më vonë të kjo multietnike, shoqëria dhe shteti, pak më vonë, por fillimisht kur theni ky presioni sistematik, cili është qëllimi? A ka apo vreni qëllim në këtë, nëse është sistematik i bie që është strategji? Po, absolut, do të shihet qartë që është një strategji, do të thotë që nuk mshefet, para çdo vendimi ushtrohet një presion në mënyrë jashtëzakonisht do të thotë brutale, dhe në momentin që merret vendimi, fillon komentimi i tij obstruktiv për qëllimet e zbatimit të ndryshëm nga ai që shkruhet në tekstin e merrni këto dy vendimet e fundit, në thotë ju keni pa për shembull, ka thonë s'ka shkele, ka votim, shef ka votim. Në moment që gjykata ka marrë vendim se nuk është këto gjona nuk janë juridikisht shumë problematike për juristat e më të zakonshëm të vetëvendosjes si din këto. Prandaj thonë gjykata do të vendosë kështu ose ashtu në një mënyrë të caktuar, sepse këto janë gjona jashtëzakonisht thjeshta. Shkoj me thonë e di që emisioni i arbitrit do të fillon në ora kaq, në emisionin adresa do të ketë këto, me qenë se do të thotë për natë është një taskem programore.